meseve 13 vjet, po shikoj që është 60% tu se moshës mbi 45 vjeç. E në më gori një. Rije një në iku të jashtë. Se politika, 13 vjeçare. Të këti sistemi është largori nin. Duke batur plesht, është një shpreje e urtë të ndengën e themin e plesht e muzhakës. Nuk mbahet kushtet me plesht. Sa do t'japim? Ti bravo qoftë që ke vullnet, e së më po, kombinati ka 3 probleme. Para një shtëpia. Kombinat është një vjedhje katastrofike. Nuk është asë një gjë akshi, ato pendra drejshmet vjetë. Kombinat ka nuar shtëpiat banorve dhe së është dhe në asë gjë vetëm gënjeri. U kanë dhënë banesa njerëzve që s'janë fare banor kombinat. Raset më skandaloze. Ka patur 20 metrë katror, i ka shtur një njesh, e ka përqive 20. Ka patur një klasë shkolle, ka qenë 30 metrë katror, 36 metrë katror një dhomë, i ka shtur një zero, ka për 360. Dhe në vjedhje skema më skandaloze. Ka familje që janë, i ka vdekur 2-3. Nga që kam një biznes, një shumë me restoranët e vdekjeve, dhe i digjoj hallet e kësaj zone, kërkoj që nga ju, nga deputeti zonës, të ngrini një komision parlament të verifikon gjithë hyrjet e pallateve që janë shpërndar nga kombinat. Nga i pari tek i fundi. Të marrja i që i takon, dhe ato që kanë marrë 3 bonus, a 2 bonus, t'i kthejnë lekët shtetit. Sa ato s'janë lekët atyre, e lekët i qytetarëve. Po deset jam me fakës më një kam dokumenta, edhe këtu të shikosh. Qellafet Merera, shnimet të protokolluar ngele. Sikur në kësaj keme mira. Në kombinat marrin bonus 1600 familje. Në kombinat janë prishur 10 pallate. Na 20 familje që ka patur çdo pallat janë 200. Ja po ta dyfishoj 400. Pjesa tjetër që është zbjerë. Po t'jap një rast, pallati numër 174. Ka qenë 3 kurora. Brona ka qenë në 2019 me 4 persona. Ka vdekë i jati, automatikisht e shoqja, nga që s'ka qenë certifikat, merë një të 4. Bëhet pronare, një të 4. Djalë, vajzë, fëmijë, bëjnë veti 6. Vdes i shoqi, vdes dhe e shoqja, 3 të tjere që janë emigrant, ta me që bonusin e menin plesht, e që i thonë nuk takon se shtëpi social. Si punë e këtia, ke raste sa dush. Ka shqiptari ka tradit, që babaj kërkon të blerë shtëpi vajzave, kam punuar emigrant. Vajzat i ka jashtë. Në të njëjtin pallat u blerë dhe 2 vajzave. Prishte pallati, kishte 3 hyrje, takon një. 2 tjerat që i ka blerë me lek furbeti, e njëri i ka vdekur. Pra, ne kërkojmë që të shifet që nga aja deri në fund problemi pallateve të kombinat. Mirë që i kanë shur atje poshtë, po të shkosh asi në orë 10. Deri në orën 3 të mëngjesit, punojnë pompat që i themi ne s'punë hidrovorëve, marrin ujtin e kanaleve, edhe edhe kanal kryesor. Nesër, kur dikin të pute familjar, ato pallate janë mbyllur. Në ndërtim është një shprehje dhe në rrugë. Armiku numër 1 i asfaltit dhe i hekurit, thot inxhinieri është ujti dhe vetëm ato pallate mbas 5 vjetësh janë të vdekur. Kaq ishte. Të falenderoj shumë. Unë ju garantoj ju se unë jam i informuar për situatën dramatike që ekziston këtu, për padrejtësitë e mëdha dhe vjedhje që kanë bërë dhe bëjnë, dhe ne do bëjmë gjithçka të jemi zëri juaj. Por çfarë ndodh sot? Sikur ndonjëherë, ky parlament është i pushtuar, është i aneksuar, në ç'kuptim? Asnjë komision nuk pranojnë të ngrihet.
asnjë komision. Në 10 seanca kanë lejuar debat vetëm në një seancë. Në 10 seanca, çka s'ka ndodhur kurrë. Kanë lejuar debat vetëm në një seancë. Në 10 interpelanca nuk paraqiten asnjë. Në 10 kërkesa për debate për çështje të caktuara, një debat për shembull kombinatin Tazam, problemi që Greniu nuk pranoi. Është në kushtet e një diktature që shtyp me çdo kusht dhe me çdo mjet pluralizmin. E pranon pluralizmin, por e shtyp, e shtron në fiktiv. Kjo është e vërteta. Prandaj dhe ne do të përmbushim misionin ton kundër tyre. Në këto kushte jemi ne. Kemi ju ndigjoni të thotë se unë të mos pranoj të heq imunitetin, dhe jo të heq imunitetin, po të diskutoj për heqjen e imunitetit, është rasti më ekstrem që s'ka ndodhur kurrë. Por këte standard ka, pse bën këtë tani, them unë ty, të gjitha këto i bën përgjigja. Ky është i inkriminuar nga kamp Gjertek Vesht. Ky ka kryer krime të rënda ndaj shqiptarëve. Dhe ta dini mirë, çdo njeri nga ne ta ketë qartë që ky pushtetin se dorëzon, po të mos e krejmë ne, edhe ja kam rikujtuar, mos harrojnë Enver Hoxhën. Ai ishte vërtet shtatore, po ai me fuqi ishte më i gjallë se gjithë të gjallët në atë kohë. Dhe ne jemi të vendosur përmbushim misionin tonë. Kjo që thotë, kjo është çfarë ndodhi në Durrës. Të merë, më zot. Në Durrës 4.000 banesa. Pse? Se 2 hidrovort, njeri 3 pompat ishin vjedhur, bashkë me motorët e me të gjitha, tjetri ishte spostuar nga një vend në një vend tjetër, në të cilin gjysmë e portave nuk i punonin. Kanalet të gjitha të zëna, dhe kanë fajin qytetarë, thoshte, për kanalet. Por qytetarë s'du të hedhin, po se s'kan fajin qytetarë nuk mirëmbajnë kanalet qytetarë. Fajin e kanë ata që janë ngarkuar paguajnë për të mirëmbajtur kanalet. Kështu që gjithçka është një thirrje të matemi ata dhe t'i largojmë. Faleminderit. Zënja.